Qyteti i Shkupit konstituoi këshillin. Kryetari i këshillit të qytetit të Shkupit u zgjodh Dame Dimitrovski nga VMRO DPMNE. Ai u zgjodh me 23 vota për dhe u propozua nga VMRO DPMNE, e cila së bashku me koalicionin Vlen kanë shumicë në këshill. Nuk e konsideroj këtë vetëm si një funksion, por edhe një besim që marr nga ju si përfaqësues të zgjedhur të gjithë banorëve të Shkupit, të cilët presin të shohin një institucion që do të punoj me ndershmëri, përgjegjësi dhe interes të qytetarëve. Do të jem kryetari të gjithë këshilltarëve në këtë këshill, pavarësisht nga përkatësia e tyre politike. Do të jem gjithashtu një zë i arsyes dhe një ndërmjetës i dialogut kur është e nevojshme. Do të jem një garanci se kuvendi i qytetit do të kthejë besimin e qytetarëve. Në seancën e parë të udhëheqësisë së re të qytetit të Shkupit u zgjodhen edhe kryetari dhe anëtarët e komisionit për verifikim çështje mandatesh, njohje, peticione dhe ankesa, në të cilin kryetar u zgjodh Aneta Markovska dhe anëtar Slavço Misajlevski, Sasho Kukevski, Keti Shteriova dhe Zekiria Berisha. Këshilli verifikoi mandatet e këshilltarëve të zgjedhur në zgjedhjet e 19 tetorit. Këshilli i ri do të ketë gjithsej 45 këshilltar, prej të cilëve 18 janë të VMRO DPMNE-s, nga 6 të koalicionit Vlen, AKI-s dhe Levicës, 5 të LSDM-s dhe 1 nga partia Znam, kurse 3 këshilltar të pavarur. Seancën e udhëhoqi Risto Penov, ish kryetari i qytetit të Shkupit dhe si këshilltari më i moshuar.